Le të filloj udhëtimi i zbulimit. Manastiri Gumishlai i fshehur brenda gurit. Manastiri Gumishla është një strukturë e lashtë që daton në epokën bizantine. Por ky nuk është manastiri juaj tipik. Ai u gdhend drejt për drejt në anën e një shkëmbi shkëmbor. Ajo që e bën Gumishlan edhe më të jashtëzakonshme është se është një nga manastiret shkëmbore më të ruajtura në të gjithë Turqinë. Një vend i famshëm për dhjetra shenjtërore guri dhe disa nga tempujt më të vjetër në tokë. Sipas studiuesve, pjesa më e rëndësishme e manastirit është kisha e vendosur në veri. Të paktën, 3 artistë të ndryshëm lanë shenjën e tyre në freskën këtu. Por ndoshta detaji më befasues i të gjithave është se manastiri mbeti i fshehur për shekuj dhe nuk u rizbulua deri në vitin 1962. Një veçori që e dallon Gumishlerin nga çdo vend tjetër në rajon janë skenat e gjuetisë të gdhendura në muret e gurit, diçka që nuk shihet kurrë gjetkë. Këto tregojnë gjuetar që ndjekin dhe rrëzojnë gjahun e tyre, një kontrast i fortë me veprën më të zakonshme fetare artistike, si imazhet e Shën Gjonit Pagzuosit ose Shën Stevenin. Ky manastir shkëmbor mahnitës mund të jetë ndërtuar para shekullit të 7, megjithse studiuesit ende nuk kanë përcaktuar moshën e tij të saktë. Freskat u pikturuan gjatë një periudhe prej disa shekujsh, nga shekulli i 7 deri në të 13, që do të thotë se vepra artistike u zhvillua për të paktën 500 vjet. Një hapësirë e shenjtë e dekoruar përmes brezave, duke lënë pas një thesar artistik të përjetshëm. Kokat e Lidenbergut. Në vitin 1957, një djalë i ri me emrin Ludi von Benzing po luante në fermën e babait të tij pranë Lidenberg, Afrika e Jugut, kur u përplas me fragmente të çuditshme qeramike të varrosura në tokë. Në atë kohë, ai nuk kishte ide se sapo kishte zbuluar një mister që do të hutonte arkeologët për dekada me radhë. Vite më vonë, Ludi u kthye në të njëjtin vend dhe bashkoi një zbulim të jashtëzakonshëm. 7 koka të lashta terakote, i njohura tani si kokat e Lidenbergut. Këto artefakte janë ndër shembujt më të vjetër të artit afrikan në pjesën jugore të kontinentit, duke datuar për rreth vitit 500 pas Krishtit. Megjithatë, askush nuk di kush i bëri ato, ose pse. Kokat ndryshojnë në madhësi. 2 janë mjaft të mëdha për t'u veshur si helmeta, ndërsa ato më të vogla kanë vrima, ndoshta për t'u lidhur me rroba ose struktura. Çdo kokë mban veçori dalluese, sy në formë bajameje, goja pak të hapura dhe modele dekorative me shenja në ball dhe tempe. Këto shenja sugjerojnë skarifikim ritual, një simbol i bukurisë ose statusit shoqëror në disa tradita afrikane. Statujat gjithashtu kanë qafa me brazda, të cilat mund të simbolizojnë begatin. 2 nga kokat më të mëdha kanë madje figura miniatur kafshësh të montuara në krye, një nga të cilat nuk mund të identifikohet. Në traditën afrikane, kafshët në maska shpesh përfaqësojnë entitete shpirtërore. A mund të kenë qenë këto koka përdorur në rituale për të komunikuar me udhëzues shpirtëror ose shërbyer si magji mbrojtëse për komunitetin? Arkeologët dyshojnë se ato luajtën një rol në ceremoni inicimi, duke shënuar një të drejtë të rëndësishme kalimi. Një detaj i çuditshëm është se statujat duken se janë djegur me qëllim para se të varrosen. Arsyeja pas kësaj mbetet e panjohur. Sot, kokat origjinale janë të vendosura me kujdes në Muzeun Kombëtar ISO në Cape Town, ndërsa replikat janë në shfaqje në Lidenberg. Qëllimi i tyre i vërtet ende nuk është deqifruar dhe misteri vazhdon të sfidojë çdo gjeneratë re kërkensash. Dhoma e lashtë e arkivit. A mund të ketë zbuluar një inteligjencë e fuqishme një histori të ndaluar të varrosur brenda Rumanisë? Në vitin 2002, një satelit i Pentagonit zbuloi diçka të jashtëzakonshme brenda maleve Busegji të Rumanisë. Anomalia ishte aq e jashtëzakonshme sa vetëm një vit më vonë, në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara dërguan forca për të skanuar të tërën gjithë rajonin, duke përdorur radarin më të avancuar të depërtimit në tokë të disponueshëm. Por kjo nuk ishte një ekspedicion arkeologjik, ishte një mision ushtarak. Deri më sot, asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Historia fillon me një antar të lartë italian të frankmasonerisë që besohet se ka njoftuar një divizion sekret të shërbimit të inteligjencës rumune. Ai pretendoi se radari amerikan kishte zbuluar një anomali brenda malit,
Thashethemet u përhapën shpejt se ishte një strukturë e çuditshme në formë kubeje, aq e çuditshme sa ndezi një stuhi manovrash politike, duke përfshirë një shtytje të përshpejtuar për antarësimin e Rumanisë në NATO, me sa duket për të siguruar dhe mbrojtur vendin e fshehur. Në të njëjtën kohë, një anomali e ngjashme u zbulua në Irak. Disa besojnë se ky zbulim i çuditshëm luajti një rol në nxitjen e pushtimit që erdhi së shpejti. Në Rumani, anomalia u përshkrua si një hemisfer energjie, një strukturë harku e varrosur thellë brenda malit. Skanimet e radarit gjithashtu zbuluan ekzistencën e një tuneli që çonte nga brenda, bllokuar nga një shtresë dytë energjie, duke ndarë botën e jashtme nga ajo që atëherë është quajtur dhoma e lashtë e arkivit. Teoria e komplotit u përhap si zjarr. Disa pretendojnë se vendi nuk u ndërtua fare nga njerëzit, por nga një qytetërim i humbur prej kohësh, ose ndoshta edhe nga një specie e huaj. Brenda dhomës, thuhet se gjendet një magazin masive e njohurive të harruara, informacion gjenetik shumë përtej kuptimit njerëzor, i lidhur jo vetëm me historinë njerëzore, por edhe me gjigant, jashtëtoksor dhe hibride njerëzore aliene. Çfarëdo që u gjet brenda malit ishte mjaft e fuqishme për të tërhequr vëmendjen e Pentagonit, qeverisë rumune dhe madje edhe të frankmasonerisë, të gjithë duke konkuruar për kontroll. Deri më sot, askush nuk ka arritur të fitojë akses të plot, por ende ka tunele që degëzohen thellë nën mal, ndoshta që çojnë në dhoma të tjera të humbura të varrosura në të gjithë planetin. Vlerësimet sugjerojnë se dhoma e arkivit u krijua rreth 50 vjet më parë dhe se tunelet mund të lidhen me depo të ngjashme të fshehura në të gjithë botën. Asgjë nga kjo nuk mund të verifikohet përtej dyshimit, megjithse autori dhe botues Peter Moon pretendon se udhëtoi në Rumani dhe konfirmoi disa element kyçe të historisë. Moon është kthyer në vend 9 herë dhe është bashkëpunuar me Dr. David Anderson, themeluesin e World Genesis Foundation. Në mënyrë interesante, kjo organizatë nuk ka asgjë të bëjë me udhëtimin në kohë ose komplotet. Është një organizatë jo fitimprurse e fokusuar në sigurimin e mundësive arsimore për të rinj, me misionin për të lënë asnjë fëmijë pa shpresë për të ardhmen. Megjithatë, Dr. Anderson është gjithashtu i njohur për kërkimin e tij të botuar mbi fizikën e hapësirës kohës dhe teknologjitë e kontrollit të kohës. Ai dhe Peter Moon u takuan në Atlantikron, një akademi verore në Rumani që bashkon të rinj dhe ekspertë ndërkombëtar për të eksploruar çështje globale urgjente. Kjo histori është si një labirint sekretësh. Sa më thellë shkon, aq më bind se bëhet. Ndoshta më shumë do të zbulohet me kalimin e kohës, por për momentin, njerëzit janë lënë duke u pyetur: a mund të mbajnë me të vërtet malet rumane arkivin gjenetik më të vlefshëm të botës, apo a është kjo e gjitha thjesht një komplot i paverifikuar? Gjigant në tokën amerikane. Në të gjithë Shtetet e Bashkuara, tuma të çuditshme varrimi dhe varreza toksore janë zbuluar që besohet nga disa se janë vendet e fundit të pushimit të një race të zhdukur gjigandësh. Siç mund të prisnit, është një temë e rrethuar nga kontroversa e ashpër. Në qendër të këtij misteri është Cahokia. Në vitin 1100, kjo ishte qyteti më i madh në veri të Meksikës. Sot, vendi gjendet në Illinois pranë lumit Mississippi. 50 vjet, Cahokia u rrit shpejt dhe u bë qendra urbane më e populluar në Amerikën e Veriut në atë kohë, duke mbijetuar deri rreth vitit 1400. Në kulmin e saj, Cahokia kishte një popullsi prej rreth 50.000, më e madhe se Londra. Gjatë të njëjtës periudhë, 3 qendra kryesore ishin të lidhura me kanale dhe shtigje, duke formuar një qytetërim të mirë planifikuar me bujqësi të avancuar, art të gjallë dhe një trashëgimi kulturore të pasur. Por Cahokianët e braktisën qytetin e tyre pas ndryshimeve klimatike dhe përmbytjeve të përsëritura që shkatruan tokën. Në varësi se kë pyesni, njerëzit këtu mund të kenë qenë gjigant të vërtet. Ka histori që pretendojnë se skelet gjigant u zbuluan një herë në tumat e tyre të varrezame. Shkenca kryesore refuzon fort këto pretendime. Ajo reagimi kundërt vetëm nxit më shumë frustracion, veçanërisht kur mësojmë se eksploruesit e hershëm një herë i atribuan madhështinë e Cahokia evropianëve transatlantik, në vend që të njohin arritjet e amerikanëve vendas. Nga këndvështrimi arkeologjik, Cahokia është një rrëmuj. Disa thonë se kockat gjigande u shpërbën në pluhur, kur u hoqën nga varret e tyre. Të tjerët besojnë se institucioni Smithsonian e shtypi të vërtetën.
gërmimet e hershme ishin të gabuara, të parespektueshme dhe lanë dëme që ende ndikojnë kërkuesit sot. Tani, përgjegjësia bie mbi arkeologët modern, ata që përpiqen të bashkojnë atë që mbetet nga një qytetërim dikur i madh, jehona e të cilit ende varen nën tokë. Xhami i verdh i Egjiptit. Thellë brenda shkretëtirës egjiptiane, shkencëtarët kanë zbuluar një lloj të çuditshëm xhami të verdh, ndryshe nga çdo material tjetër që gjendet në tokë. I njohur si xhami i shkretëtirës libiane, kjo substancë rrezaton një histori që shtrihet 29 milion vjet më parë, gjurmuar nga ndikimi një meteoriti. Një copë e këtij xhami u gjet madje në një copë bijuteri të varrosur me mbretin Tutankamun. Origjina e tij prej kohësh ka shkaktuar debat. Disa besojnë se u krijua nga ndikimi një meteoriti, ndërsa të tjerët argumentojnë se rezultoi nga një shpërthim ajror, një shpërthim intensiv i një shkëmbi kozmik në atmosferë. Së fundmi, një ekip shkencëtarësh të udhëhequr nga gjeologu Aaron Kavosi nga Universiteti Curtin në Australi, hodhi dritë të re mbi misterin. Duke përdorur mikroskope me fuqi të lartë, ata analizuan 7 mostra të xhamit dhe zbuluan kristale të vegjël cirkoni të ngulitura brenda mineraleve që transformojnë strukturën e tyre vetëm nën presion ekstrem. Disa nga këto cirkona kishin qenë njëherë riotit, një mineral i rrallë që formohet vetëm gjatë forcës së jashtëzakonshme të një goditjeje meteoriti, jo nga një shpërthim në qiell. Gjetjet e tyre konfirmuan se ky xham i verdh nuk u krijua nga një shpërthim ajror, por nga një përplasje e drejtpërdrejtë me tokën. Ndikimi ishte aq i fuqishëm sa shkriu rëndën e shkretëtirës, duke prodhuar fragmentet e shkëlqyera të xhamit që ekzistojnë ende sot. Në mënyrë të çuditshme, asnjë krater përputhës nuk është faqur kurrë. Mund të shtrihet i barrosur në rëndat e shkretëtirës. Zbulimi i riotitit jo vetëm se konfirmon origjinën jashtë terrestriale të xhamit, ajo gjithashtu zbulon se si ndikimet e anshme ndihmuan në formimin e sipërfaqes së tokës. Ndërsa shkëmbit kozmik mbeten një kërcënim potencial, ky xham qëndron si një kujtesë e gjallë. Edhe nga katastrofa, natyra mund të prodhojë kryevepra mahnitëse, mbetje qiellore të shpërndara në të gjithë planetin tonë. Tempulli mortuar i Ramses II. Rameseumi, një tempull i madh mortuar, u ndërtua për të nderuar dhe varrosur faraonin Ramses II, një nga mbretërit më të fuqishëm të Egjiptit. Lashtë, por nuk ishte vetëm një memorial për një sundues të rënë. Ai gjithashtu shërbeu si një tempull i shenjtë i kushtuar hënës, hyjnia supreme e besimit egjiptian. Studiuesit modern e quajnë Rameseum, por egjiptianët e lashtë i dhanë një emër shumë më të gjatë. Shtëpia e miliona viteve të përdoruesit, Mahat Riet Ben Re, bashkuesi vjedhjeve, qyteti i domeneve të hënës. Një emër aq i gjatë sa edhe historianët e sotëm mund të tundin kokën. Pavarësisht nga qëndrimi për mijëra vjet, Rameseum ende ngrihet nga shkretëtira egjiptiane. Shumë statuja janë dëmtuar ose humbur me kalimin e kohës, por tempulli ruan praninë madhështore të lavdisë së tij të mëhershme. Muret e tij të jashtëm janë gdhëndur me skena betejash fituese dhe imazhe të perëndive të lashta egjiptiane. Megjithatë, këto relieve vetë kanë shkaktuar kontroversa. Disa besojnë se gdhëndjet tregojnë më shumë se thjesht betejë midis egjiptianëve dhe armiqve toksor. Ata sugjerojnë një luftë me një racë të fuqishme të njohur si Anunnaki. Mbështetësit e kësaj teorie pretenduan se Anunnaki ishin qenie nga bota të largta që njëherë u ndërhyjnë në çështjet njerëzore dhe përzihen linjat e tyre të gjakut me tonën. Por nga këndvështrimi e arkeologjisë kryesore, Anunnaki ishin thjesht hyjni të adhuruar nga sumerët dhe babilonasit e lashtë, jo qenie jashtëtoksore. Nuk ka prova të qarta se ata ekzistuan ndonjëherë si një racë e vërtet mbinatyrore. Në të vërtet, gdhëndjet e tempullit nuk tregojnë luftra midis njerëzve dhe perëndive të huaja. Ata tregojnë triumfet ushtarake të Egjiptit mbi armiqt njerëzor, së bashku me ceremoni që ofrojnë ato fitore ndaj hyjnive të tyre tradicionale. Një dëshmi për besimet, fuqinë dhe për kushtimin që njëherë përcaktuan një qytetërim të madh. Mineralet marsiane. Më herët këtë vit, shkencëtarët bën një zbulim mahnitës. Një mineral i rrallë i quajtur jerasit
i varrosur thellë nën fletët e trasha të akullit të Antarktikës. Ajo që e bën këtë zbulim kaq të çuditshëm është se Jerasiti gjendet zakonisht në Mars, por është jashtëzakonisht i rrallë në tokë. Jerasiti ka një ngjyrë kafe të artë dhe formohet vetëm në mjedise të lagështa shumë acide, ndërsa Marsi sot është i thatë dhe shkretun. Minerali shfaqet në sipërfaqen e planetit kuq, diçka që ka hutuar shkencëtarët për vite. Disa teori sugjerojnë se Marsi i lashtë ishte njëherë i mbuluar me akull. Ai mjedis i ngrirë, acid, i pasur me ujë, do të kishte qenë ideal për formimin e Jerasitit. Tani, shfaqja e tij në Antarktik mund të ndihmojë në konfirmimin e asaj teorie. Ekipi i kërkimit nuk kishte pritur të gjente Jerasit fare. Ndërsa ata shpuan bërthama 1 milje të gjate në akull për të studiuar strukturën e tij të lashtë, ata zbuluan gjurmë të mineralit në thellësitë më të ulta. Analiza e mëtejshme konfirmoi se Jerasiti ishte formuar brenda xhepave të ajrit të bllokuar brenda akullit, ashtu siç mund të kishte formuar në Mars miliona vjet më parë. Në vitet e fundit, Antarktika është bërë një lloj laboratori natyror për kërkime hapësinore. Kushtet e saj ekstreme i ngjasojnë Marsit më shumë se çdo vend tjetër në tokë, dhe zbulimet si Jerasiti janë vetëm një nga gjurmë që mund të ndihmojnë njerëzimin të zbulojë historinë klimatike dhe gjeologjike të planetit kuq. Kalorterët romak të zhveshur. Mes rënujave të një fortese të lashtë romake në veri të Anglisë, 2 arkeologë vullnetar, Richie Moore dhe David Goldwater, bën një zbulim të rrallë dhe misterioz, një gdhendur guri të një luftëtari të zhveshur që qëndron pranë kalit të tij. Pas 15 vitesh pune në vendin historik të Vindolandës, asnjëri prej burrave nuk mund t'i besonte sytë atyre kur figura doli vetëm centimetra nën sipërfaqe. Vindolanda është një nga vendet arkeologjike më të rëndësishme në botë, e njohur për zbulimin e thesareve ndryshe. Nga çdo gjë e parë më parë, por ky skulptur i la edhe ekspertë të hutuar, duke matur rreth 12 inç në gjatësi, është pazakonisht e madhe për kohën e saj. Martia Albertje, arkeologja rezidente në vend, beson se lakmia e personazhit mund të tregojë se ai nuk ishte një vdektar i thjesht, por një perëndi. Gdhendja tregon figurën duke mbajtur një shtizë në dorën e tij të majtë, duke sugjeruar se ai mund të përfaqësojë Marsin, perëndinë e luftës. Por ka një detaj që e komplikon çështjen. Figura ka krah, një simbol tipikisht i shoqëruar me Merkurin, perëndinë e udhëtimit dhe mbrojtësin e atyre që udhëtojnë, shpesh i treguar pranë një kali. Pra, kush është ky? Marsi, Merkuri, ose ndoshta një hyjni e re e shpikur nga ushtarët e vendosur në këtë kufi të largët? Kushdo qoftë ai, zbulimi i statujës është edhe më bindës duke pasur parasysh se u gjet brenda kazermave të kalorësisë së fortecës. Është e mundur që trupat romake këtu krijuan një figurë unike për veten e tyre, një përzierje hyjnore e luftës, lëvizjes dhe vullnetit për të mbijetuar në skajet e vetmuara të perandorisë. Kalorësit e parë të njerëzimit. Kush ishin njerëzit e parë që zbutën dhe ngasën kuajt? Është një pyetje që prej kohësh ka hutuar arkeologët. Ndërsa qentë njihen si shokët më të vjetër të njeriut, kuajt kanë qenë po aq jetik për mbjetesën njerëzore. Një zbulim i fundit në Kazakistan mund të hedhë dritë mbi atë mister të lashtë. Në një vend varrimi të epokës bronzit përgjatë lumit turge, arkeologët gërmuan 2 skelet kuajsh, disa nga provat më të hershme të kalorësisë së kuajve që janë gjetur ndonjëherë. Varri ishte pjesë e një varreze më të madhe të lashtë në stepin euroaziatik, që përmban më shumë se 30 tuma varrimi, të gjitha që datojnë në epokën e bronzit. Datimi i radiokarbon zbuloi se varri ishte në përdorim nga rreth 1890 deri në 1774 para Krishtit, vetëm një shekull pasi njerëzit filluan të zbusnin kuajt, rreth vitit 2000 para Krishtit. Pra, kush jetoi këtu? 4000 vjet më parë, këta ishin njerëzit Petrovka, të lidhur me kulturën Andronovo, një nga komunitetet e para që shtoi kuaj për mish, por ky zbulim zbulon diçka më shumë. Pas ngrënies së kuajve, ata filluan t'i ngasin ata. Modelet e konsumit në dhëmbët e kuajve tregojnë se ata njëherë mbajtën copa dhe 3 copa bronzi u varrosën së bashku me ta. Kjo sugjeron se kalorësia ishte tashmë e zhvilluar në atë kohë. Banorët e stepit jo vetëm që ngasën kuaj dhe krijuan pajisje për ta, ata madje i varrosën ata me të vdekurit. Gjithashtu, origjina e vërtetë e kalorësisë mbetet një nga enigmat më të qëndrueshme të historisë.
Piramida në Antarktik, legjend apo realitet? Në vitet e fundit, imazhet e strukturave në formë piramide në malet Ellsworth të Antarktikës kanë tronditur internetin, duke shkaktuar një teori se njerëzit mund t'i kenë ndërtuar ato më shumë se 100 milion vjet më parë. Këto piramida ngrihen deri në 1200 metra lartësi, 10 herë lartësia e piramidës së madhe të Gjizës. Teoria lindi nga një faqe interneti që quhet Earth We Are One, që citoi një fotografi të marrë në vitin 1935 dhe e përdori për të argumentuar se një civilizim i lashtë njëherë ekzistoi dhe ndërtoi këto formacione. Faqja madje referoi studime shkencore legjitime për praninë e bimëve parahistorike dhe mikrobeve në Antarktik si provë potenciale që njerëzit mund të kenë jetuar njëherë atje. Por ka një problem të madh. Format e jetës që gjetën njëherë në Antarktik datojnë miliona vjet më parë, shumë para se njerëzit të shfaqeshin ndonjëherë. Thjesht nuk ka mënyrë që specia jonë të ketë ekzistuar atje 100 milion vjet më parë, që është kur këto piramida pretendohet se janë ndërtuar. Në një intervistë me Live Science, gjeologu Eric Ringnau e rrëzoi teorinë. Ai shpjegoi se malet në formë piramide janë një fenomen natyror i zakonshëm në rajonet e akullnajave. Ato formohen kur disa akullnaja bashkohen dhe ngadalë gërryejnë majën e një mali në një pikë të mprehtë me kalimin e kohës. Me fjalë të tjera, kjo nuk është asgjë më shumë se një mal me një formë veçanërisht goditëse. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur. Shumë mbeten skeptik, sepse formacioni duket shumë i përsosur për të qenë natyror. Për ta, ndihet sikur diçka ende fshihet në atë batanie e akullit të bardhë të pastër, një sekret që ende nuk është varrosur nga koha. Shkëmbi korali i perëndive. E quajnë shkëmb të parajsës, por edhe ata nuk dinë kush e ndërtoi atë. Për botën moderne, vendi njihet si Nan Madol, i vendosur thellë brenda paqësorit në zemër të Mikronezisë. Ky qytet i çuditshëm u ndërtua në mes të një lagune mbi një themel korali dhe guri dhe shtrihet në 92 ishuj të krijuar nga dora e njerëzit. Vetë teknikat e ndërtimit janë mjaft për të lënë mendjen moderne në admirim. Inxhinierët e lashtë duhej të krijonin çdo ishull nga e para. Secili formoi një bazë gjysmënotues të përdorur për të mbështetur strukturat masive më sipër. Për të lëvizur midis zonave, ata projektuan një sistem të ndërlikuar kanalesh që lidhte çdo cep të qytetit si sistemi qarkullimit i një trupi të gjallë. Nën Madol është si një Venecia e oqeanit e zmadhuar 100 herë. Nga rreth 1100 deri në 1628, Nan Madol shërbeu si kryeqyteti politik i dinastisë Sodeler. I gjithë mbretëria strehoi rreth 25.000 njerëz, një numër modest, por i përshtatshëm për një qytetërim që jetonte në ishuj të shpërndar, vazhdimisht të kërcënuar nga batica dhe fatkeqësi natyrore. Datimi radiokarbon nuk ka dhënë rezultate qarta, duke lënë moshën e vërtet të Nan Madol një enigmë të vazhdueshme. Disa madje vënë në dyshim nëse vendasit e ndërtuan fare. Kur vendasit mikronezian arritën për herë të parë mbi 1000 vjet më parë, ata mund të kenë gjetur vetëm rrënojat e një qyteti të rënë. Legjendat lokale mund të mbajnë çelësin e këtij enigme. Një nga përrallat më të famshme thotë se qyteti u krijua nga 2 vëllezër, magjistar të fuqishëm, që e ndërtuan atë si një ofertë për perëndinë e tyre. Në disa versione, ata fluturuan në ajër dhe përdorën levitacion për të pozicionuar gurët. Të tjerë përmendin një drago fluturues. Ende të tjerë thonë se gjigantët i ndihmuan ata. Këta gjigant supozohet se ngritën qytetin me përdorim të bloqeve masive bazalti, disa që peshojnë deri në 50 ton. Si mund të lëviznin njerëzit e zakonshëm gur me madhësi të tillë mbi ndihmë binatyrore? Asnjë rrotill, rrota apo pajisje ngritëse nuk është gjetur kurrë. Ndërsa arkeologët kanë identifikuar disa vende gurore, se si u transportuan gurët mbetet një mister i plot. Askush nuk di saktësisht si u ndërtua ky qytet i mahnitshëm, dhe deri tani të vetmet gjurmë ende tregojnë në drejtim të legjendave të lashta të magjistarëve dhe gjigantëve, qenie nga botët të tjera që lanë pas një metropol guri në zemër të Setit, një sfidë i hedhur në gur për shekuj të marë. Josh Bratsley. Në prill 2019,
Gjytësi britanik i shpellave nëndanore, Josh Bradley, u zhduk ndërsa eksploronte një sistem shpella nëndanore në Mill Pond, në Nashville, Tennessee. Është lloj i vendit ku askush nuk do të humbste, veçanërisht jo në ujë të zi si për ujë. Bradley ishte festuar më parë në të gjithë botën në vitin 2018 për ndihmën në shpëtimin e një trajneri futbolli dhe 12 djemve të bllakuar në një shpellë të përmbytur në Tajland. Ironikisht, gjithnjë vetëm një vit më vonë, ai e gjeti veten në një situatë kërcënuese për jetën. Pavarësisht trajnimit të tij elitar, Josh u humbis në labirintin nëntoksor. Për mrekulli, ai mbijetoi. Deri në orën 6 pasdite atë ditë, vetëm orë pasi u raportua i zhdukur, një ekip zhytësish profesionist nisën një mision shpëtimi. Një orë më vonë, Ed Sorenson nga Florida dhe ekipi i tij e tërhoqën Josh nga shpella të gjallë dhe duke marrë frymë. Sorenson tha se lokalizimi i Josh kishte qenë jashtëzakonisht i vështirë. Mill Pond është vdekje prurëse e famshme dhe litari i linjës udhëzuese e vetmja gjë që mbante zhytësit të orientuar ishte këputur. Pa të, lundrimi i labirintit në New York ishte pothuajse i pamundur. Ata e gjetën Josh të fshehur në një xhep të vogël ajri. Kur pa shpëtimtarët, fjalët e tij të para ishin: "Nuk jam mësuar të jem në këtë anë të një shpëtimi." Josh doli nga shpella në shëndet të mirë dhe madje arriti të mbante humorin e tij, pavarësisht nga takimi i tij me vdekjen. Boshllëku gjigant. Brenda piramidës së madhe të Gizës ekziston një boshllëk masiv, një që mbeti i pazbuluar për 4500 vjet. Ky sekret doli në dritë vetëm në vitin 2017, kur një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh përdori teknologjinë e skanimit të rrezeve kozmike për të zbuluar një hapësirë të madhe të fshehur, të varrosur thellë brenda strukturës. Zbulimi u bazua në një parim të thjeshtë, megjithatë shkëlqyer. Toka bombardohet vazhdimisht nga rreze kozmike, përfshirë grimca të vogla të quajtura muon. Kur muonët godasin materiale të ngurta, ata ngadalsohen, por kur kalojnë në hapësirë të zbrazët, ata vazhdojnë drejt përmes. Duke ndjekur këto ndryshime, shkencëtarët lokalizuan vendodhja në një boshllëku të madh brenda piramidës. Një pajisje skanimi nga Japonia konfirmoi rezultatet, zbuluar një zgavër më shumë se 100 këmbë të gjatë të vendosur pranë qendrës së monumentit. Ky boshllëk nuk ishte zbuluar kurrë më parë, pasi shtrihet i varrosur brenda gurit të dendur dhe është plotësisht i paarritshëm pa teknologji të avancuar. Arkeologët filluan menjëherë të pyesin se çfarë ka brenda: një dhomë e fshehur thesari nga koha e faraonit Khufu ose pjesë e një rituali të lashtë-mortuar. Deri tani nuk ka përgjigje definitive. Muonët mund të zbulojnë praninë e hapësirës së zbrazët, por jo atë që gjendet brenda. Disa ekspertë, si Peter Dermanuelian i Universitetit Harvard, sugjerojnë se hapësira mund të jetë një seksion i papërfunduar i piramidës i mbyllur prej kohësh. Të tjerë, si Karakuni, besojnë se mund të jetë një galeri e dytë e madhe që qonë në dhomën e mbretit të mbyllur për arsye ende të panjohura. Megjithse qëllimi i saj mbetet i paqartë, zbulimi i boshllëkut shënon një pikthese, provë se teknologjia moderne po fillon të shkëpus shtresat e sekreteve të lashta. Çfarëdo që shtrihet e fshehur brenda piramidës, ende sfidon kuptimin njerëzor dhe vazhdon të sfidojë imagjinatën tonë. Qyteti i humbur të art pranë Luksorit. Arkeologët së fundmi gërmuan një vend mrekullues, një qytet të harruar të varrosur në rrëra për mbi 3000 vjet. E kanë quajtur qytetin e humbur të art, datuar në shekullin e 14 para Krishtit gjatë rënjimit të faraonëve legjendar si Amunhotep III dhe Tutankhamun. Për vite, egjiptologët kishin kërkuar në kot për këtë qytet të lashtë. Pastaj, në shtator 2020, toka në fund i dha sekretin e saj. Ndërsa gërmimi filloi, u bë menjëherë qartë se kjo nuk ishte një rënojë e zakonshme. Muret e papriktura të qytetit dolën nga toka së bashku me dhoma plot me objekte të përditshme, lënë pas nga pjerzit që jetonin 3000 vjeçar më parë. Betsy Bryan, profesore e egjiptologjisë në Universitetin John Hopkins, e quajti zbulimin e dytë më të domethënshëm në arkeologji egjiptiane, i dyti vetëm pas varrit të mbretit Tut. Qyteti duket pothuajse i ngrirë në kohë. Unazaari,
poçeri dhe për llogaritje të tjera artefakte janë gjetur. Tulli të përdorura në ndërtim ende mbajnë vulën e Amenhotep III. Në një tjetër seksion, varret të çuditshme Demi hutuan ekspertët. Ata nuk ishin parë kurrë rituale varrimi si këto më parë. Qyteti gjithashtu zbuloi shumë detaje të papritura. Arkeologët zbuluan një furrë masive ku qindra punëtor njëherë përgatiten ushqim për popullsinë e qytetit. Një zonë rezidenciale, një qendër administrative, madje mbetje njerëzore janë ngërmuar. Dhe megjithatë, kjo është vetëm fillimi. Qyteti i humbur i art sapo është zgjuar dhe mund të duhen vite për të zbuluar të gjitha sekretet që është fshehur në muret e tij të pjekura nga dielli dhe hirin e kohës. Shkëmbi i ndarë. Në shkretëtirën e thatë të Arabisë Saudite, një monolit i çuditshëm ngrihet nga rëra dhe legjenda pretendon se u preu në 2 nga një rrezë drite. Askush nuk di saktësisht nga erdhi rrezja, një anije kozmike nga një botë tjetër, një teknologji e harruar e lashtë, ose diçka që ende nuk është emërtuar. Fenomeni njihet si shkëmbi Al-Nasr, një gur kolosal i ndarë plotësisht në mes, sikur të ishte prerë nga një teh drite të pastër. Shkëmbi qëndron pothuajse 6 metra lartësi, në ekuilibër të paqëndrueshëm mbi 2 gur më të vegjël, duke u shfaqur pothuajse të notonte. Gjysmat e tij përballojnë njëra tjetrën, pa u prekur plotësisht, duke dhënë iluzionin se edhe një herë e butë mund t'i bëjë të rrëzohen. Dhe megjithatë, për mijëra vjet, ata kanë mbetur në atë qëndrim delikat, duke sfiduar gravitacionin dhe çdo ligj të fizikës. Gjeologët ngulmojnë se formacioni është plotësisht natyror, por kjo nuk ka ndalur imagjinatën e atyre të tërhequr nga i misterioze. Në sipërfaqen e saj janë gdhendur parahistorike të dukshme, përshkrime të kuajve, njerëzve dhe kafshëve që i ngjajnë dhive. Asnjë figurë huaj, asnjë shenjë armësh të avancuara për të mbështetur teorinë e lazerit. Një nga shpjegimet më të pranuara sugjeron se shkëmbi shtrihet në një vijë faje. Në një moment në të kaluarën, një tërmet i vogël mund të ketë tundur tokën nën të, duke ndarë gurin pastër poshtë qendrës në 2 pjesë pothuajse simetrike. Një mundësi tjetër është rrënjosur në epokën e akullit. Shkëmbi mund të ketë qenë një herë i ngrirë fort, duke lejuar ujin të depërtojë në plasaritjet e gurit ranor. Pasi akulli u shkri, ai u zgjerua ngadalë, duke hapur gurin me kalimin e kohës. Pasi akulli u shkri, thyerja mbeti, duke lënë pas pamjen surrealiste që shohim sot. Askush nuk di me siguri se cila teori është saktë. A ishte një shenjë tërmeti, prerja kirurgjikale e një rrezeje kozmike misterioze, ose thjesht rezultati i një cikli atë lashtë ngrirje-shkrirje? Çfarëdo që të jetë përgjigjja, shkëmbi Al-Nasr ende qëndron si një portal midis realitetit dhe legjendës, duke thirrur ata të tërhequr nga misteret e lashta të botës sonë. Një varrezë lashtë jashtë Moskës. Në rajonin Istra, sapo përtej rrethimit të Moskës, një zbulim i rrallë dhe jashtëzakonshëm ka dalë në dritë. Një varrezë parahistorike o bër 4.500 vjet, duke datuar në kohën kur piramidat po ngriheshin përgjatë Nilit të largët. Gërmimi i udhëhequr nga Instituti Rus i Arkeologjisë ka zbuluar një fragment të kulturës Fatanovo, shoqëria e parë njohur bujqësore që banonte në tokën ruse. Brenda varrezave ishin mbetje skeletore të lashta, të shoqëruara me sepate guri, shtiza, maja shigjetash dhe artefakte të pazakonshme varrimi. Kërkuesit konsiderojnë zbulimin shumë domethënës. Në 3 dekadat e kaluara, asnjë vend varrimi Fatanovo nuk është gërmuar në një shkallë kaq të plotë. Kultura Fatjanovo u shfaq rreth vitit 2900 para Krishtit dhe lulëzoi për pothuajse 900 vjet në pyjet e përjetshme të Rusisë perëndimore. Vendosja ceremoniale e sapatave të gurit sugjeron se njerëzit mund të kenë origjinuar nga Europa lindore, ndoshta rajone si Polonia ose Belarus, ku të drejtat të ngjashme njëherë mbretëruan. Në mënyrë intriguese, ardhja e tyre shënoi agimin e epokës së bronzit në Rusi. Këta vendasit e hershëm filluan të dëmtojnë blegtori, të kultivonin kultura dhe të punonin me bronz, duke hyrë në një kapitull të ri në qytetërimin njerëzor. Por shumica e gjurmëve të ekzistencës së tyre janë zhdukur. Toka e lirshme e rajonit nuk ka arritur të ruajë mbetjet e tyre përmes mijë vjeçarve. Kjo është arsyeja pse varreza e sapo zbuluar është një dritare aq e paçmueshme në një të kaluar të harruar.